Gjykata e posaçme do të vendosë më 11 prill ditën që hapet zyrtarisht dhe fushata elektorale nëse dosja Partizani do të kalojë për gjykim, do të kthehet pas për plotësim hetimesh apo do të pushohet. Shkak për shtyrjen u bë mungesa e një prej avokatëve të pandehurve. Ne nuk kemi qëllim variabël. Ne kemi shprehur që ditën e parë të këtij procedimi gjatë gjithë hetimeve paraprake, ju keni qenë në dieni, mungon fakti penal. Në momentin që mungon fakti penal, ne jemi të obliguar të kërkojmë pushimin e çështjes, sepse s'ka çështje. Kështu që kjo jep e mbyll atë historinë e qëndrimit të ndryshëm tonin. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike i ka kërkuar SPAK leje për të mos u paraqitur të hënën e 7 prillit në zbatim të masës së sigurisë, pasi ka ftesë për të qenë në Strasburg në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës. Nuk dihet nëse prokurorët do të miratojnë këtë kërkesë siç bën kur Berisha kishte ftesë në Bundestagun gjerman. Nga ana tjetër, gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e mbrojtjes së Berishës për përjashtimin e gjyqtarëve Ilir Panda dhe Sokol Binaj nga shqyrtimi i rekursit për masën e sigurisë detyrim paraqitje caktuar nga apeli i posaçëm.